ambasador në Shqipëri, në anë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i bashkëbisedoj me kretitarin e mirënjohur Robert Papa. Zoti Papa, përshëndes. Përshëndetje. Përpara se të ndalemi tek deklarata e Rubios, administratës konkretisht Trump për linjën e mesme, ngushticën e Hormuzit e tjera si këto, doja që t'ju bëja disa pyetje për sa i përket raportimit të Wendt në Senat para disa ditësh. Për ty, si të duken prioritetet e tij për Shqipërinë? Rëndësore është që nga gjithë Ballkani, shanset janë që Shqipëria të jetë vendi i parë që të ketë një ambasador amerikan. Nuk ka Serbia, nuk ka Kosova, nuk ka Maqedonia, nuk ka Malizi, as Rumania, as Kroacia. Teknikisht mund të quhet emrim politik sepse nuk është diplomat karriere, por nuk është njëri politik, se po të ishte politik mund të emëroj diku lart në Washington ose në Pentagon, vend të tjera zyrtare. Pozitive them është kjo që një general nuk korruptohet. Mënyra se të diskutoj nuk më lanë një emocion të madh, natyrisht nuk ka përvojë në diplomaci dhe më shumë këto dëgjesa, hearing, po kthehen në formalitete. Unë uroj që të mos ndodhë si në vitin 2021 ku ai nuk kaloi dot për ambasadorën Katar, ose me paraardhësin e tij, Kostan Elçik, i cili ishte diplomat klasi, por nga bllokimet që u bën nga një senator nuk kaluan. Natyrisht që ai nuk ka akses plot në dosjet në departament, pa marrë votimin në Senat, por teknikisht ai duhet ketë folur me 2 ose 3 ambasador amerikan në Shqipëri dhe mënyra se si u përgjigj disa pyetjeve, si rasti i Spakut, mu duk më shumë gjuha juritëkim. Qartë. Zoti Papa, fokusi, me sa kuptuam, ishte tek siguria dhe lufta kundër korrupsionit në Shqipëri. Ka një mesazh politik? Mesazhi politik është që amerikanët mbështesin Spak, por gjua se si ai foli për Spak, më thash gjua është e jurikim. Për korrupsionin nuk është i pari që ka shprehur që Amerika lufton korrupsionin, por ajo që mua më la që duhet ta kuptosh me mesazh dytë është që Shqipëria është kërcënim për sigurinë amerikane, kur një kandidat thotë që unë do të rris sigurinë e Amerikës. Si? Duke luftuar trafiqet transnacionale të drogës nga vendet e Amerikës Latine, dhe tjerat pastaj ishte mbështetja për biznesin amerikan, lehtësira për biznesin amerikan, dhe ajo që tha aty lufta ndaj korrupsionit legal, pra të sistemi drejtësisë dhe ekonomik. Nuk është gjëre, po kur e thot një ish general, kam shumë besueshmëri. Ka 2 mënyra që të zgjidh. A se ka një qasje të re të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë? Jo, por statura është e re, nuk është diplomat karriere, departamenti i shtetit, diplomat e karriere si ka të stilit jurikim, në të shumtën të majtë. Emrimet politike janë në bazë të donacioneve, kush jep miliona dollar, presidenti Trump i shpërblen. Në këtë rast, ky nuk është donator, por që përfaqëson interesat e një lobingu që ka shkuar emri tek zyra e Trump, kjo nuk diskutohet. A janë ata grupe që donin ta çonin në Katar, por mesazhi për Ballkanin është ky, duke sjell një ish general, Shqipëria merr rëndësi pasore në Ballkan, nëse ai kalon. Nuk është më Serbia në krye të Ballkanit të hapur siç që me administratën e Biden. Dhe një general, duke njohur dhe mentalitetin shqiptar në ato ekspedita që ai ka drejtuar dhe në Afganistan, është diçka pozitive. Por mos ngatroni diçka, nuk ka fuqi ambasadori të dalë jashtë urdhrave që vijnë nga departamenti amerikan i shtetit. Ai, mendimi im, një ish general nuk mund ta përdorësh si bufon nëpër kamera nga asnjë lloj politikani. Këtë unë ja u garantoj. Por problemi është që ende nuk është hedhur për votë në Senat. U fut shpejt në dëgjes, ndërkohë që vendet e tjera nuk kanë. Dhe ka dhe diçka që pse thënë që nuk është diplomat, në diplomaci s'ka përvojë, sepse të flasësh për Porto Romano është shumë mirë për ne, por ndërkohë që qasja e presidentit Trump për NATO-n është tërësisht ndryshe. Kërkon të shkurtojë numrat e amerikanëve, janë 100.000 trupa amerikane në Europë, nuk do të jenë më, dhe shpenzimet amerikane për trupat në Europë shkojnë 60 miliard dollar. Trump ka hedhur sinjale që ndaj NATO-s do të jetë hakmarrës, por vajtja e Rubios, sepse ka 2 mbledhjet fundit nuk ka qenë Rubio, ka dërguar zëvendësin, tregon që përsëri NATO ka rëndësi.
pa Europën, Amerika nuk është e fortë ashtu siç duhet jetë. Qartë, foli për Porto Romano, foli për NATO, foli për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si do transformohet Shqipëria në mandatin e tij, nëse do ta marrë atë? Pra si e fotografon? Sjellja e një generali jep një mesazh. Do me thonë, Shqipërinë duan forcë ushtarake, në qoftë se do ketë lëvizje të trupave të NATO-s, 5.000 po i çon në Poloni, do të heq nga Rumania, ne duam që të vinë trupa amerikane në Shqipëri. Nuk ka rëndësi kush është kryeminist. Por ai kur të vi dhe do të shikoj, do të prekë realitetin vetë me dorë. Kur të shikoj kullat monstruoze të Ramës, do ta bëj lidhjen me trafiqet që vijnë nga Sinaloa. Jo rastësisht përmendi Paraguaj. Sepse, si duket, ai ka marrë informacion edhe nga DEA, natyrisht ai është ka hulumtuar për këtë vend ku do të shkojë. Sepse ambasadori është një gradë e madhe, ai do të mbahet mend edhe në breza si një ambasador. Por them që ne patëm fat që erdhi një emrim jo nga karriera. Rregullisht 80% janë të karrierës, 20% janë emrime politik. Shqipëria nuk ka pasur shans kur të kishte emrim politik. Trump e ka shkatruar këtë barierë, edhe pse ka 19 poste ambasadorësh bosh, thuajse të gjithë emrimet e tij janë politike në thojza, duke shpërblyer pikërisht ata që e mbështeten me donacione. Rasti për shembull Newt Gingrich, konservator, ish speaker i Kongresit, gruan e tij e mbroi ambasadorin në Zvicër. Kështu funksionon administrata Trump. Qartë. Wendt dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt janë sinkron për sa i përket mbështetjes ndaj strukturës posaçme antikorrupsion, por jam dakord me ty. Ai cegu edhe një temë shumë të rëndësishme, siç është trafiku me Amerikën Latine. Tani, deri ku mund shkojë mbështetja e një ambasadori general në Shqipëri kundrejt strukturës së posaçme, kur në parashtrimin e tij flet për trafikun me vendet e Amerikës Latine. Deri ku mund shkojë? Një general nuk është i korruptuar. Raportet e tij do të ndryshojnë nga raportet e Jurikim. As nuk e diskutoj këtë. Sepse ai e shikon me prizmën e një generali i tij dhe do ta ketë marrë një orientim. Sepse vdesin 150.000 në Shtetet Amerikanë nga drogat këtu. Dhe një pjesë e mirë janë nga këto droga që vijnë nga grupet që kontrollohen nga grupet shqiptare. Zoti Baba, duhet të kuptoj deri ku shkon kompetenca e një ambasadori. Ambasadori korrierësh nuk ka kompetencë. Ambasadori informon vendin e tij. Në çdo ambasadë është njeriu CIA, është i FBI, është i DEA. Ka përparësi. Mbështetja për SPAK mund të bëhet edhe si presion nga ana politikës apo jo? Të gjitha kanë mbështetur SPAK. Nuk është i pari. Po, e thash. Dhe për mua është shumë pozitive që të mbështetet SPAK. Por SPAK ka një problem. Ai foli me gjuhën e Jurikim, nuk e njeh. Kur të shikoj se kush janë prokurorët në SPAK, të gjithë janë me njohur. Ka nga koha e komunizmit. Këtu do të ndihmonte Shqipërinë me raportet që do dërgonte këtu. Mendimin. Dhe mund ta ndihmoj Shqipërinë shumë në strukturën politike, si funksionon parlamenti, si janë zgjedhjet, dhe të tregonte diçka ndryshe. Departamenti i Rubjes nuk është si departamenti i Pompeos. Nuk flasin për demokraci, nuk flasin për zgjedhje. Qendrore është interesi i biznesit. Do të flasim kur kemi në rëndësi, ma kanë thënë disa herë. Por duke pasur një ambasador të fortë, ne kemi qenë me fat kur kemi pasur një ambasador shumë me potencë, ka qenë Lake, Ryerson në fillim dhe Jeffrey. Të tjerët nuk kanë qenë, sepse demokratët në përgjithësi i jepnin kota për transgender, gay dhe minorancat. Dhe disa ambasador të këtij niveli kanë qenë. Nuk kanë qenë emra me integritet të madh. Fatmirësisht do të kemi një ish general. Ndryshon, ka integritet, por prap në pension, nuk është më general, ka hyrë në diplomaci. Trump ka dëshirë dhe i përdor ushtarakët. Ka bërë një shkollë ushtarake vetë dhe i ka pasur me postet mëdha, shef kabineti, general, shefin e Pentagonit. Natyrisht për mua është shumë mirë që ne do të kemi, nuk do të vijë ajo Margarita Girl nga Athina e veshur si herës tjetër me Trump, nuk lejohet, sepse në Shqipëri do ketë ambasador dhe ish general. Zoti Baba, investime amerikane në sektorët e energjisë edhe minierave. Tani, cilat janë sfidat e Shqipërisë, por edhe përfitimet?
Tani e thash që politika jashtme amerikane kryesore në Trump ka interesin financiar të investimeve. Natyrisht duke patur investime indirekt do të përfitojnë dhe shqiptarët. Por duam investime serioze. Nuk duam si ata hajdutët që vjedhin naftën, kromin, kobaltin. Investime të ndershme, jo me korrupsion, që të përfitojë dhe Shqipëria. Me Ramën kjo nuk ndodh. Do edhe pyesja për zhvillimet më të fundit në ngushticën e Hormuzit, përpara se nisim bisedimin, përcolla edhe të rejat e Rubios. Në cilën pikë kemi? Tani Trump nuk shkon të dasma e djalit në Bahamas, sepse zakonisht të shtuna dhe godet. Kjo është ka lajmëruar 50 herë do të godas. Është tërhequr se nuk do të shkaktoj vrasje. Irani duket që po mashtron në marrëveshje. Ushtria amerikane është atje, nuk ka komët asgjë sepse mes mandati po vjen. Ka një plan që t'ju jap dëmshpërblin 25 miliard dollar, t'ju jap dhe nga paratë e ngrira dhe 25 miliard dollar tjetër, dhe ata të pasurojnë uraniumin 3.7%, por nuk dihet se ku do shkojë sasia e uraniumit që është. Të hapet Hormuzi, welcome. Kjo është marrëveshja e Obamës. Amerikanët prisnin dhe kanë të drejtë të presin shumë. Bolton më tha që i ka dhënë shumë oksigjen me këtë lloj armëpushimi. Duhet mbaroj punën që nisi. Dëmet ja ka bërë masive. Amerikanët thanë, po forcohet, po riorganizon kapacitetin ushtarak. Është vërtet kështu? Irani për 2 javë nuk besoj. Pak oksigjen i ka dhënë. Irani nuk ka mbrojtje kundërajrore. Irani nuk ka marrë ndetare. Irani ka ende, nuk dihet numri raketave që kanë në male, por aviacioni amerikan hyn e del pas një kundërshti. Ai mund ta godas përsëri pa mëshirë, por dëmi kollateral. Vrasja e njerëzve të pafajshëm është diçka që amerikanët nuk e kanë kryer me krenari asnjëherë. Trump kërcënoi dhe është duk civilizimi, fjalë rënd. Por Trump mund të bëjë asgjë më shumë se ç'bëri Bill Clinton në Serbi. Të godas stacionet energjetike, urat, rrugët, sepse Clinton i mori 3 muaj. Trumpin duan ta lënë vetëm 60 ditë. Unë kam një fqinjën tim që ka qenë kolonel, thot, jep një kohën Trump, të bëjë gjën e duhur. Është çasti që Irani t'i kthehet një sistemi demokratik siç ka qenë më parë. Kasta që drejton Iranin janë të pamëshirshëm ndaj popullit vet, por nuk dihet kush drejton, kam thënë, janë 4 pushtete. Janë në garda revolucionare, është ushtria rregullt artesh, janë ata parlamentarë të votuar për që s'kanë vlerë, është dhe Ayatollah. Besoj se Trump kërkon që të rriqet me një fitore, por duke qenë ata që pranojnë humbjen. Mes mandati është rysni e madhe ndaj Trump. Padyshim. Zoti Baba, përpara se të përshëndes doja edhe një opinion tëndin për sa i përket vizitave në Kinë të Trump dhe Putinit. Ka ndryshuar, do të ndryshojë diçka në vatrat e konfliktit në Ukrainë edhe në Iran mbas këtyre takimeve? Ndryshimi i parë u pezullua ndihma me armë për Tajvanin. Efekti i parë. Të tjerat, ata kanë folur 2 orë, Kina kërkon të rriqet dhe me atë prallën e Tuqididit, nuk e ka kur fuqinë e superfuqisë Amerikës. Kina pa tregun amerikan vdes. Dhe ndryshimi është këtu, që në Kinë vjen e keqja dhe nuk ikën nga 14 shija. Në Amerikë dhe sikur të vijë e keqja, ta zëm Trump me votime fiton krau tjetër, krau i mirë. Këtu është ndryshimi i demokracisë, i sistemit lirë dhe ati kinez. Kam të diçka tjetër që duhet ta them që mbase e keni përmendur, dje ka qenë dita e heronjve të Spaçit. Gjithashtu dhe të qafës barë, respekt për ta. Padyshim që e kemi përcjell. Falenderoj dhe përshëndes nga Tirana. Nga New Yorku gjithashtu. Kudo në Shqipëri.